Musa është pejgamber i Ben Israilëve në atë kohë, Haruni ndihmësi i tij, përkrahasi i tij. Edhe tu ditë e kishin tash misionin që të shkonin dhe t'ja shpalosnin të vërtetën kujt njeriu më të keq, faraonit. Në pa mëshirë që i ka vrarë fëmijë, e ka shpall veten Zot. Kërkon Musën për me vrah. Thonë këtë këqijat janë. Këta këqijat. Edhe vëret edhe në ajetë kuranore se Musa është frigu. Ka pas një farë lloj droje me ka do të pallafaqohet. Por i premtum nga Allahu Allahu Xhelal. Se Allah është me ta. Allah dëgjon çdo sen, shet çdo sen. Kështu me këto garanca Musa alayhissalam u drejtua tek faraoni dhe depërton në pallatin e tij. Takohet me faraonin dhe thot na jemi të dërguar te Zoti. Kemi ardhur te ti për me të kallëzuar se kush është Allahu Allahu Xhelal. Momentin e parë nuk pritet që faraoni të përgjigjej mirë me edukat, me fjalë të mira, ose të kërkon shpjegime fare. Tallje, përbuzje, që pastaj lindin presaj kërcënime të ndryshme. Herën e parë që i thot faraoni thot, o ju njerëz, thot unë nuk njeh për juve zot tjetër përveç meje, thot unë jam Zoti ju më i madh. Do e kishte ngrit vetën subhanallahu më tepër se ç'është është. Përveç kësaj e pyet Musa kush është Zoti ju? Hajde kallzo. Që unë thot unë jam Zoti më i madh. Do të kush është Zoti ju? Musa sa mundo ti tregon se Zoti është ai që i ka kriju qiejt, tokën, këtë çka ka brenda saj. Binduni, besoni. Faraoni nis thot o Haman, thot a ka mundësi të më ndërtosh një ndërtesë të madhe me gur, të ngjitem lart ta shoh këtë Zotin e Musait ku është. Na thon jo as logjikisht, po as moralisht, as formë edukatës, nuk prite pe ti, domethënë diçka e tillë. Atëherë Musa thot unë kam marrë ty me argumente, me fakt. Kam shenja unë për këtë që e tham. Shenja e parë është shkopi. Ja gjuan shkopin dhe bëhet gjarpën. Kur e merr bëhet dru. Ja nxjerr dorën me dritë. Këto shenjat që spaku do të me reflektu tek njeriu me thonë prej ka ndodhen këto. Mrekullia nuk e bindi që ta ndryshon mendimin e tij. Atë vjen deri në një moment kur e sheh faraoni këtë që po ndodh, atëherë në konsult me atë parinë e vet, thot atëherë do t'i mbledhim na gjithë sihirbas ton, gjithë magjistarët e këtij vendi, që nuk ishin pak. Por me shpresë se kjo do të jetë një goditje e madhe për Musain kur faraoni do të jenë për atyre që do ta mundin këtë shkop e këto argumentet e Musait, atëherë do të përfundojnë çështja e tij edhe nuk do të ketë fare ndikim, mund me të bëhet me ato çka don.